Përshëndetje Yaman. Ku je? Feriti ka ardhur në fabrikë. Edhe? Ata po flasin për diçka në lidhje me ty. Mos e kanë marrë vesh diçka rastësisht. Jo vlla, mos u shqetëso. Ai ka një problem me Huseinin. Rregull vlla. Kujdesu mirë për veten. Ti je kurora mbi kokën tënde. Faleminderit bir. Edhe ti je ylli kryesor në këtë kurorë. Faleminderit vlla. Të pëlqeu? Çfarë është kjo tani? Gjerdan? Për në mbrëmje? Do të përshtatet shumë. Unë nuk mendoj se do të vi në mbrëmje. Mund të dalësh tani? Kishe të drejtë në mëngjes. Isha shumë i vrazhd me ty. Të ofendova. Të kërkoj ndjes. Jemi pajtuar? Do shkojmë së bashku në mbrëmje? Do të vi do të marr me një makinë të re. Në rregull. Lere vëllajnë ti, unë do që do të nxjerri natin, he? Së pari do të thyej hundën dhe gojnë, dhe pastaj do të godas mirë. Ja. Vëlla të lutem mos bëj kështu. A është kjo arsye pse ju hapa zemrën time? Kjo është arsye pse të tregoj gjithçka. A mund të qetësohesh pak të lutem? Nuk mund të qetësohem vëlla, nuk mund të qetësohem. A është e vërtet kjo që ne e kanë bërë? He? Këmbët më dridhen kur e mendoj. Ne ndam kafshatën me atë. Ne e thirrnin me atë vëlla. Ai është mos mirënjohës, mos mirënjohës. Mos mirënjohës, vëlla, mos mirënjohës. Në rregull. Nuk ka rrugë dalje për të përsosur dhe të vdekurit. Ti gjithashtu e di dhe shkove e bëre menaxher ata. Të lumt. Më vjen shumë keq, por ishte e nevojshme. Çfarë do të thotë se ishte e nevojshme? He? Çfarë do t'i japim atij një shpërblim? Një tjetër zyrë lart? A duhet ta mbajmë mbi shtëpinë? Ne duhet të zgjedhim këtë çështje me baban urgjentisht. Jo vëlla, as babai dhe as kush tjetër. Askush nuk do të dëgjojë asgjë. Nuk do ta di askush. Kjo do të mbetet mes nesh. Çfarë do të bësh? Do të hash veten nga brenda? Pse duhet të haj vetun? Pse? Pse? Për çfarë? Ata që duhet të zhyten në tokë janë ata, apo unë? A u ka mbetur fytyrë që të bie në tokë? Ma thuaj vlla. Të poshtri. Shko dhe shtype njeriu si një insekt. Shtype mirë. A je maniak? Shko po them. Vëlla, jo. Nuk do ta bëj vërtet. Nuk ja vlen, e lash në duart të Zotit. Lër edhe ti, të lutem. Çfarë do të ndodhë më tej, Ferit? Hande do të thotë më fal, kam bërë një gabim, do të lutet dhe do ta falësh. A nuk është ashtu? Shumë dashuri do të ndizet përsëri. Këtë po e pret. Për çfarë marrëzish po flet vëlla? Për çfarë marrëzirash e ke fjalën? Nuk ka asgjë të tillë. Fletorja me ëndën është e mbyllur për mua. Mbaroi gjithçka me atë, në rregull? Pse e solle Aishën atëherë? Për ta lënduar Handën? Jo, prandaj e solla që të heshtin të gjithë. Mendova nëse nëna e pranon Aishën, ajo nuk do të kapet më për Handën. E ke gjetur një vajzë të dashuruar me ty, do ta lëndosh vajzën. Ata ta bën keq dhe ti do ta lëndosh vajzën tani. Me çfarë shpresash erdhi kjo vajzë me ty, vëlla? Ajo të don ty. Mos e bëj këtë, vëlla. Vëlla, deri në këtë kohë kë kam lënduar që të lëndoj Aishën. S'kam për ta lënduar asnjëherë atë dhe s'do të lejoj dikë ta lëndoj atë. Mos u shqetëso. Rregull. Nuk mund të flasësh me mua në këtë mënyrë, Vedat. Mos e bëj! Mos e bëj atë që nuk mund ta bësh. Nuk do ta shohësh kurrë më fytyrën time dhe të Gjenkut. Gjithçka ka mbaruar, në rregull? Mbaroi. Ai me siguri tha. Duket kështu, për të babait tim. Kjo është shumë mirë. Si mendon do të shihemi Do përsëri? shihemi natyrisht. Shihemi më vonë. Miropafshim. Müge?
Në çfarë po bën këtu? Unë erdha të të marr. Kush është ky djalë? Shoku im, Gjenku. Ti ke këtu një mik të tillë dhe unë nuk jam e informuar, përse? Nëna sa po ka ardhur në shkollën verore, ata jetonin në Gjermani. Ka ardhur nga Gjermania? Po, A je sigurt? po nën. Nëna e tij është nga këtu, nga Antakya. Nën mos e shikon njerëzit sikur po i ha. Eja të shkojmë. Mi jep qeset. Tani kjo vajzë është me ty, Ferit. Ajo u martua me ty për parat. Mos fol marrëzire vëlla. Nuk është as pak e interesuar për parat. Ajo nuk është një vajzë e tillë. Vërtet? Sigurisht që e vërtet është. Kur i propozova ajo më refuzoi dhe mezi e binda. Ajo ka zemër shumë të pastër. Me të vërtet që shumë të pastër e ka zemër. Si do qoftë Zoti e di, një vajzë shumë e bukur. Shumë e bukur. Tort. Para vallajt nuk flitet kështu. Dhe din çfarë, ka një karakter shumë të mirë. E kush je diore, kush je? Kush e di, do të shihni se kush do të hap derën kujt. He? More vëlla. Ajo gozhdë që hande më ka futur mua ishte e ndryshkur. Nuk është problem ta heqësh. A e di se si ndihem për momentin? Si? Sikur nga plaga që ajo ka hapur në shpirtin tim. Ai qelb do të rrjedh gjithë jetën time. Gjithë jetën, sikur nuk do të kaloj kurrë. Ferit. La, koha është ilaç për gjithçka. E kupton? Koha do të rregullojë gjithçka, nuk ka plagë që nuk shërohet. Dash Zoti. Ti mos u shqetëso. Megjithatë ky Zoti Husein edhe ai ishte i poshtër. Ti nuk je interesuar për këtë pyetje. Ti nuk do të ndërhysh në asgjë. Kjo çështje është e vëllau tënd. Ti nuk do ngatrosh kokën, unë do rregulloj gjithçka. Në rregull? Në rregull. Lund. Ti je vëlla im, Kurse ti je kurora mbi kokën time. edhe ti. A do të vish në fest kështu? Jo, në fakt ti edhe mund të veshësh çfarë të duash, por mua është njësoj. Mua më pëlqen stili yt. Unë do të them që gruaja ime ka një shije të veçantë, kjo është e gjitha. Shiko, ti fole për kushtet e kontratës. Dhe unë tash në rregull, nuk shkova askund. Nuk ndihem shumë mirë sot, dëgjoj. E po kuptoj edhe më, nuk dua të shkoj në takimin tënd të maturantëve. Unë mendoj se mbase mund të veshësh një nga fustanet që nëna ti bleu. Do të përshtatet shumë, më beso. Ndoshta mund të shoqërohesh me miqtë tu, si thua. Do t'i kujtoni ditët e vjetra dhe nuk do të ndihem rehat gjatë gjithë natës unë, apo jo? Tani do bëj një dush. Do të dalim pas gjysmë ore. A edhe këtë duhet ta shoh unë? A jam e detyruar? Mos më bini më nëse. Mos ja bëj këtë vetes tënde. Nëse të kam mbetur pak dinjitet, mos e bëj. Mos e bëj hande. Nëse ajo pengohet në një gur, do të më japësh llogari për këtë.
Çfarë po shikon? Si mund të mos ta shikoj vajzën time? Shiko, unë do të them diçka që nuk kam thënë më parë. A e dim pse unë dhe Azade e quajmë njëra tjetrën Fati? Kur ishin fëmijë, nuk mbaj mend sa vjeç ishim atëherë, por ishin shumë të vogla. Një ditë Azate iku nga shtëpia, më saktësisht nga babai i ndjeri saj. Babai i saj ishte shumë i ashpër, i rrep, një njeri i pakujdesshëm, por gjyshijot. Ah, baba, Zoti e më shiroft, gjyshi yti ishte si engjëll. Familja jo nuk ishte aq e pasur sa familja Azades, por familja jonë ishte plot dashuri. Kjo është arsyeja pse Azade iku tek ne, pastaj këmbguli. Thoshte edhe unë do të jetoj me ty, ju jeni familje shumë e lumtur. Unë nuk do të kthehem në atë shtëpi, askush nuk do të më bind. Unë nuk do të kthehem, pastaj mua mu kujtuan fjalët e gjyshes. Ajo gjithmonë thoshte se ignoranti tregon kthejtrat e tij ndaj fatit. Dhe ne jetojmë fatin ton. Këtë fjalë më prekën aq shumë sa unë i thash Azades: Azade, nuk mund të ikësh nga fati, por ne do të jemi fati për njëra tjetrën. Ne do të qëndrojmë prapa njëra tjetrës, do të duam njëra tjetrën, që nga e ditë filluam të quanim njëra tjetrën Fati. Pastaj, Kështu që vajza ime bukur, nëna jote veproi si një ignorante. U përpoqja të ndërhyja në fatin e vajzës sime. nën, Vajza ime, bia ime. Vajza ime e bukur, të kërkoj falje. Gjithë jetën e kam shtyr drejt Feritit. Duke e bashkuar me Azadën të hodha në flak. Ndalo tashmë, ndalo bi. Lëre ata, ai tashmë është një burr i martuar. Unë nuk kam dinjitet. A nuk është kështu nën? Vajzë, çfarë po thua? Ti nuk je pa dinjitet, zemër, ti je vajza ime zgjuar. Shiko, të lutem bi, shiko vajza ime bukur. Zjarri në sytë tu është fikur. Hajde tani, mos shko në mbrëmjen e sonte me vajza ime bukur. Dhe hiq dorë nga partneriteti jot në këtë firmë. Të lutem bi, të lutem, shiko, kam frikë se do të sëmurësh. Vajza ime zgjuar. Bia ime. Në rregull. Ke të drejtë. Nuk do të shkoj. Mos shko. Vajza ime bukur, e zgjuara ime, nuk do të shkosh bia, po jo, nuk do të shkosh. Çfarë dëshiron bi? Si fëmijë kur ishe në humor të ke gjithmonë kërkoj sutliaç, i laç me qumsht, Të përgatis? Bëja. Do ta bëj këtë bi. Nëna do të gatuaj sutliaç për vajzën e saj. Oh, vajza ime bukur, vajza ime zgjuar. Do të bëj tani vajza ime bukur, vajza ime zgjuar. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, Birë. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. O zot, o zot. Çfarë është kjo gjendje? Çfarë ka gjendja ime? Nuk e dija, nuk e ke tepruar pak me grimin apo jo? Ë? Çe bër kështu? Çka nëse e kam tepruar? Edhe nëna jote bën të njëjtën gjë?
dukesh shumë bukur, nën. E mbrëma. Shikoni vllaun tim, si një artist duket. Eja këto, eja. Mos e teprov. Eja. Thjesht kam veshur një kostum. Jo, dukesh bukur, i mrekullueshëm. Jam shumë i lumtur kur ju shoh kështu. Kocka nga mishi nuk mund të ndahet. Ju lumt. Ferit, ku është kunata ime? Nata jote po bëhet gati. Do të shkojmë në takimin e maturantëve. Ja, dhe ai erdhi. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Të dy janë të mrekullueshëm. Unë jam gati, dashur. Mezi po pres ti takoj miqtë e tu sonte. Atëherë bashkë po nisemi e dashur. Juve ju bëtë mirë. Kaloni mirë, birë. Faleminderit, baba. Zonja Aishe, 1 minutë. Vërtet duke shumë bukur. Mashallah. Faleminderit shumë. Por diçka mungon. Nënë dashur, nuk është as koha dhe as vende për diçka negative. Kezban? Nëse më lejon, plotësom veshjen tëndet. Ti e një nuse Sanxhakzade. Tani kaloni bukur. Faleminderit shumë. Faleminderit, nën. Një gura në kokën e gjyqes time, apo çfarë ka ndodhur? Kezban, mund ta shërbeni tani supën. Si që dëshiron ti të shtova kanel? Rsin? A e ke parë Handen? Doli pak më parë. Doli? Ku shkoj e thua? Po shkoj në takim me gjimnazit. Atje shkoj. Zumrud, vajza jonë ishte veshur shumë bukur, veç ta kështë e parë. Sa bukur ishte veshur, falë zotit. Edhe vajza jonë e kaloi këtë. E kaloi? Hysein, a dëshiron ti të më çmendesh mua? A je i berber? Ku jeton ti? Nuk i kupton qëllimet e Handës. Për çfarë po vërtet për i të zotit? Për çfarë synimesh? Mendohu pak pse Hande u vesh kështu dhe shkoi natë mbrëmje. Sepse e dëshiron të jetë pranë Feritit. Vajza jote asesi nuk largohet nga Azade dhe Feriti. Çfarë thua për atë zot, më të lutem? Ty je ajo që nuk po largohesh nga Azadeja. Mos po gënjej pa nevojë. Për vite me radhë ke bërë gjithçka për Azaden. Nuk funksionoi për ty. E vendosën vajzën në radhë. Zumrut, ti e zemruar me veten tënde, jo me mua. Unë po të them. Ndalo që të marrësh hak me mua dhe ndaj vajzës time. Mjaft, Husein, mjaft. Nuk marr hak nga askush zgjidhi fjalët që i thua. Zonja Zumrut, Azade po ju përdor në fond dhe ti po bën gjithçka që është e mundur që ajo të jetë në krye. Mendon se nuk e shoh këtë? Mendon se jam i verbër? Sigurisht, unë e thash të vërtetë, nuk të pëlqeu, apo jo? Çfarë veshje është kjo? Sikur të mos të ishe braktisur në dasma. Ju dëgjova juve. Vitet kanë kaluar, jemi rritur dhe ju nuk keni ndryshuar. Më tregoni, a është gjithçka në jetën tuaj perfekte? Mirë, vazhdoni bisedën. Njerëzit e vegjël flasin për njerëzit e mëdhenj, kurse njerëzit e mëdhenj shikojnë nga lart. Çfarë ndodhi? Pse jeni ngrirë? Po bëj shaka?
Shok, me të vërtet më pas keni munguar, apo argëtohemi sonte? Do argëtohemi, natyrisht. Do argëtohemi. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. E dashur? Përshëndetje. Çfarë është? Po mbani duart ju dy? Unë dhe Jamani dham shans të provojmë përsëri. Ai dëshiron të hap një faqe të re në jetë. Një faqe të re. Jaman? Si e? Mirë, të përgëzoj, pas ke hapur një faqe të re në jetën tënde. Faleminderit. E dashur do të pish diçka? Le të pim bashkë. Jeni shumë të ëmbël. Ai, Vedja. Uf. Bëj diçka të drejtë pra. Vedja, lulja ime, çfarë ndodhi? Eja. Qetësohu, diçka është mirë, çfarë ndodhi? Më thuaj që ndodhi. Vdekshëm për te. Mos qaj, më. Mos qaj. Vedja, mos bëj kështu, mos qaj. Mos qaj, lulja ime. Të lutem, mos. Mos, unë mërzitem, mos bëj kështu lulja ime. Mos bëj të lutem. Gjithë shka do të kaloj. Eja, unë nuk mendoj se do të desësh nëse buzëqesh pak. Kështu bukur është. Nuk është. Mos më shiko ashtu tani, as pak nuk doja t'isha këtu me këtë takje. Nuk ndihem shumë mirë sot. Unë mendoj se ja vlen të blesh një shall, një batanie dhe një kalla. Si mendon? E përse? Sepse anko është si një gjyshe e vjetër. As pak s'është për të qeshur. Për t'i buzëqesh? Nuk po buzëqesh. A jemi? Isha aq nguruese për të mos ecur sa që as këmbët nuk të mbanin dot. Le të shihem mbrëmjen tani. Buzëqesh. Si mendon? O, ju të rinjtë, mi mbrëma. Mirë mbrëma. Mi mbrëma. Përshëndetje. Përshëndetje, si keni qenë, Meral? Si e shoku? Mirë jam shoku, faleminderit. A jeni mirë? Përshëndetje. Pra ti që ke nusja e famshme Aisha. Përshëndetje, faleminderit shumë. Urime ferit. Faleminderit shumë, Ilem. Faleminderit. Përshëndetje, nuk mund të qëndroj atë ditë, më fal. Përshëndetje. Faleminderit, Meral. Faleminderit. Erdhi ky yti. E ytja po na shikon. Mos e lër vetëm. Shko tek ajo. Përshëndetje Ferit, ngjani shumë ju të dy. Faleminderit shumë, vllai. Përshëndetje. Në fakt ne jemi shumë të ndryshëm. E dashur të kundërtat tërheqin. E mbanon? Ta dy tu keni shkëlqyeshëm. Faleminderit. U bën shumë kohë pa u takuar. Si jeni? Pra gjithçka është gati. Ti je njësha të ka. Ti dhe unë apo kaluam 30 vjetë më parë. Pas gjithë kësaj kohë që kaluam, është shumë e hidhur të ndash vetëm heshtje. Mendon edhe ti kështu burri dashur? Në konak heshtja është zhurmë, Azade. Për ti nuk mund të dëgjosh. Mundohu të heshtësh, edhe ti do të dëgjosh të gjitha. Me qenë se ti vazhdimisht ke heshtur tërë këto vite, prandaj unë vite me radhë kam folur unë për ty. Por, gjëja kryesore është që Adnani të ndihet mirë.
Azade do të kujdeset për gjithçka, ajo do të zgjidh gjithçka, me qenë se ti e pala që dëgjon. Feriti ofendohet, Sinani po rebelohet. A i dëgjon ti britmat e djemve të tu në këta konak? Ti di vetëm të heshtësh. Ne nuk kemi asgjë për të fshehur. Hajde, e urdhrove Edia? Azade. Më duket se erdha në kohën e gabuar. Po, si çdo herë që vjen. Azade, të lutem. Bëra half, erdha t'ju sjell pak edhe juve. Ju shqetësova, kërkoj ndjesë. Për çfarë është kjo half në këto orë, Vedia? Për të ndjerit e mi, Azade, ti banin ndonjë lutje. Por si duket i mora. U pret në paqe, e dashur. Të pëlqen kjo që po bën, apo jo? Për të poshtruar njerëzit. A i di çfarë dallimi ka mes neve të dyve, Adnan? Ti poshtron, por nuk shfaqesh. Por unë luaj hapur me të gjithë. A nuk është kjo arsyeja pse më do mua? Ti aq shumë e do vetën, sa nuk ka rend për të tjerët të duan. Rregullat e Azadës, pjatët e Azadës, shëndeti i Azadës, gjumi i Azadës, fëmijët, nuset, një pallat, të gjitha këto, konaku. E gjithë bota po rrotullohet rreth teja, apo jo? Po pyes vetën nëse të duan apo jo, Azade. Unë nuk të dua. Unë nuk mund të dua. Nuk të dua. Po, zoti Hussein, le të shohim se çfarë po bën ti. Hajde, le të shohim. Sinan. Shiko çfarë të kam vlerë. Çfarë është ajo? Dhurat. Jo, faleminderit. Sinan, mos bëj kështu. Shiko, të gjithë mund të bëjnë nga një gabim. Rregull, faleminderit. Ma jep dorën. Ta vendos dhe të shoh nëse të shkon. Ma jep dorën. Të shoh. Ai shumë të shkon për bes. Sinan. A më do ti mua? Nga dolën tani këto pyetje të pakuptim të. O, zotim. Më do, apo s'më do, përgjigju dhe kaq. Në rregull, të dua. Mos u mërzit, hajde të dua. Sinan, vendosa të dalë sot. Unë shoh që gjithë po dalin të ecin. Dhe thash me vete, mjaft ishte për qëndruar në shtëpi. Nëna ishte pak e zemruar me mua, në të vërtet. Dhe pastaj shkova në shkollën e Mygës për ta marrë atë. Një djalë i ri nga Gjermania kishte ardhur në klasën e saj. Nga Gjermania? Janë kthyer? A do jetojnë këtu? Do të qëndrojnë? Po, janë kthyer i dashur. Kush është kthyer? Ajo ka fëmia është kthyer. Ata janë nga këtu. Për çfarë po fleti vër që nga mëngjesi? Kam shumë gjëra për të bërë, hajde. Në rregull. Punote. Unë ashtu nuk them asgjë. Unë do ta ndjek këtë rast, ti puno shpirt.